çfarë ka ndodhur me këtë shpopullim? Janë zbrazur, u zbrazën nga fshatrat dhe ofruan qyteteve të vogla. Dhe tani janë zbrazur të gjithë. Dhe ne kemi sot në sistem kemi 40% më pak nxënës dhe student se sa një dekadë më parë. Dhe ne po shkojmë për nga numri studentëve, po shkojmë në gjithë sistemin, pa aq student sa ka një universitet i madh në Turqi. Ndërkohë që kemi 43 universitete. Pra, do të thotë, por çfarë ndodhi kjo? Problemi është se duke u zbrazur fshatrat dhe pastaj qytetet, duke u mbyllur shkollat njëra pas tjetrës, aty diku kanë mbetur disa fëmijë. Pra, ata kush i mëson? Kush ka interes më të qëndrojë? Si do ishte zgjidhja më e mirë për ta, profesor? Pra, kur jemi këtu, të arsimit parauniversitar, sipas meje, sfida kryesore është krijimi i dy, në thonjza, dy sistemeve. Kemi një sistem të arsimit parauniversitar që përket qyteteve, dhe kemi një sistem të arsimit parauniversitar që përket zonës rurale. Dhe ky dyti, në qoftë se i pari ecën me marshin e parë, në fakt nuk ecën me marshin e parë, në marshin e tretë, dhe nuk ecën me marshin e tretë, po unë po e marrë për diferencë, ky tjetri i zonës rurale ecën me marshin e parë. Ka dy marshe diferencë, sepse ka 2 vjet diferencë në nivel. Kjo është Shqipëria. Po ja vlen kosto përfitim profesor për shembull në një fshat i cili mund të ketë vetëm 2 nxënës për mësuesin që të shkojë nga qendra urbane aty rrethi, pikërisht pa ata 2 nxënës apo. Prandaj sistemi është bërë akoma më sfidant se ç'ishte para 20 viteve. Është shumë më sfidant. Cila është zgjidhja që do gjesh? Këta nxënës kanë të drejtën elementare, është drejtë elementare kushtetuese dhe bën pjesë në drejta njeriu që të marrë një arsim normal. Ja siguron dot? Do të gjesh mënyrat. Duke u mbyllur shkolla në fshatra, ka dhe një efekt tjetër shoqëror. Mbyllet shkolla, ikën fshati. Mbyllet qendra shëndetësore, me qendra shëndetësore kanë mbaruar punë me kohë. Tani mbyllet edhe shkolla. Pra, kjo Shqipëria tjetër, që unë ishem e haruar, ka 30% të nxënësve në shkollat e mesme. Dhe këta janë 30% të nxënësve që futen në klasën e parë në shkollën e mesme dhe kanë hyrë sikur kanë mbaruar klasën e 9, por në fakt ata për nga niveli kanë mbaruar klasën e 7. Nuk kanë shans që ta kompensojnë këtë propametje më as në arsimin e mesëm, dhe kështu vijon kjo. Dashur pa dashur, ne krijojmë tani këtë 30% e kemi të disfavorizuar dhe të diskriminuar, jo me qëllim, po me politikat që kemi bërë. Ndoshta është ky 30% profesor që del sipas raporteve të ndryshëm që nuk janë as në shkollë, as në punë. Jo, nuk është ky. Ta në shkollë. Sepse ky raporti, ky është tjetër gjë. Po të lexoni relacionin e buxhetit të 26 të këtij viti, më bëri përshtypje që ishte vendosur një objektiv qesharak. Dhe një nga objektivat që kishin vërë për arsimin parauniversitar thoshin, do kemi pjesëmarrje, pra 84% ishte objektivi për përqindjen e nxënësve që përfundojnë arsimin detyruar, në klasën e 9, dhe vijojnë arsimin e mesëm. Është katastrofë. Në qoftë se ti je një vend që aspiron për të pranuar në Bashkimin Evropian 29, 30, 28 e këtu me radhë dhe vëmë disa vite, që shohim se kur do të jetë realisht, por ne jemi në atë rrugë. Si do shkosh ti në vendet në familjen e Bashkimit Evropian, kur paske me objektivin që ke vënë 16% janë pa arsim të mesëm. Por në këtë shekull, a mund të imagjinohet një i ri, një e re, që nuk ka kryer arsim të mesëm? A mund ta përballojë zhvillimin e këtij shekulli? Po pse? Është thjesht përdorimi i celularit? Kjo është dia, kjo është teknologjia, po si përdoret ky celulari, ta e di në mënyrë kështu empirike. Po si mund përdoret nesër ChatGPT-ja, inteligjenca artificiale me dobi, se si mund përdoret me dobi, të e din njerëz të shkolluar. Dhe këta duhet të kenë një informim minimal.